Ka femra që vinë edhe trajtojnë një rast të tyre të tillë, që ti mund ta cekësh të parin, domethënë kur e kujton, të vjen ajo në mendje. Ka shumë femra që vinë edhe kanë veshur maskën e buzëqeshjes, do thoja unë. Pra, më kujtohet një rast, ka qenë një nën në moshën 40 vjeçare, nën e 2 fëmijëve, dhe kur më ka ardhur në klinik, nuk e kuptova fare problemin që kishte, pra ajo ishte divorcuar me bashkëshortin, bashkëshorti ishte jashtë Shqipërisë dhe nuk e kishte treguar këtë gjë, madje as prindërve të saj, dhe mbante gjithmonë të maskën e buzëqeshjes dhe as fëmijëve madje nuk ja kishte treguar, dhe mbaj mend që kur e kemi trajtuar si rast ka qenë shumë e vështirë, sepse ishte momenti kur më tha që u lodha duke qenë falso, pra dhe vetë e kuptojnë, dhe vetë femrat e kuptojnë që ndoshta është një gjë që nuk duhet ta bësh, po thjesht në këtë kulturë jemi rritur, pra këtu ndikon edhe pjesa e mentalitetit. Pra, parajgjykimi patjetër që po, mentaliteti është hapi parë, pra ne nuk duhet t'i tregojmë dikujt tjetër që nuk jemi mirë, ne nuk ja dalim, ne nuk duhet t'i tregojmë që jemi smur, pra të gjitha këto gjërat bëhen bashkë dhe pastaj shpërthejnë në simptoma të ndryshme që mund të jenë edhe fatale, mund të shkojnë në një depresion madhor që kërkon pastaj edhe ndihmën e një psikiatrit ku ti mund të ndiqesh me medikamente.